Nuk po dija kom bo mirë, nuk po dija kom qëllu. Mi thonë, ose për shembull investim caktuar, fitim caktuar, pesëmarrje caktuar, çka do kof njëtën? Mi thonë dikujt, me vetë Ebu Bekrin radiallahu anhu, qysh thot me Abu Bakr? Ja, di për Ebu Bekrin, po s'po di veç me Abu, pse pi donë vëllai? Ja, për Ebu Bekrin pe di atë. A dhe më ne din ka përruat më ka ndodhë, i kom thonë për dikujt, për shembull, jo mu me vetë, te kështë vetë Omerin për që të punë, qëka të kështë thonë? E di që am kështë Omerin, a ne pëse s'pe për Omerin për më mua pëtën? Ti e din, po thonë për gjithë shka, se ka në më së të qëpërton, po ka situata kur ti e din, me pyet filonin nga sahabët çka thot. E din ti valla këtë punë, e din. Ti kishe me qenë për shembull në prezencë të pejgamberit, a kishe me bëj shumë? Jo s'kisha bëj. E pse vepron me neve pra? Nga se ai që kish me të pengu me bëj me pejgamberin, ti me pengu me bëj me neve për shkak se Allahu është ai që po na sheh. Jo pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe rregullimi i jetës në raport me këtë përgjigje është i domosdoshëm. E Allahu ka që kjo është Allah. Që kjo është për shkak e krijuar të. Që ta dominosh epshin, të dominosh vesët e tua, të veprosh gjithmonë mbi bazën e vlerave që ti ke besuar në to. Andaj Allahu xhallahu kur ka folur për petkun, apo para se me pranon petkun që mbulon trupin, e ka pranon petkun që e mbulon jetën, e mbulon qenjen, të mbulon ty. U libasu taqwa dhalika khairat. Edhe tesha petku i dëshmërisë, çka është ajo më dobishmja? Çka është ajo duhura? Dhe petku i dëshmërisë, a është petku që ke vesh? Apo është i leckos në javnum? Po, një pjesë është me petkun e dëshmërisë, po një pjesë është me një petk tjetër. Jo vëllazër. Na nuk që petku jon të jetë petk i dëshmërisë. Petk i ndërtimit të Allahut ta zogjel. Ka bazë mirë, s'ka bazë mbo qefi, së mbo qefi, ne bindemi, ne nështrohemi, ne përulemi. Me pa ta kundërshtojmë me inatin ton, me reagimet tona, me interesat tona, fjale Allah ta zogjel, është shpërputhje me udhëzimin që Allah o tha, jeni krijuar me ngu, jo në kundërshtuar. Jeni të krijuar të më bindeni, jo të rebeloni. Për këtë i kriju të edhe.